Edhe në Korçë ka nisur faza e dytë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. Nxënësit e klasave të nënta përfaqësojnë në këtë fazë shkollat e tyre, duke sfiduar njëri tjetrin me njohuritë dhe aftësitë gjuhësore dhe komunikuese. Ky konkurs ka tërhequr një vëmendje të veçantë, pasi zhvillohet në kuadër të vitit të gjuhës shqipe dhe njëkohësisht 80 vjetorit të çlirimit. Janë 17 shkolla që marrin pjesë në konkurim. Sot është përballja e parë midis 4 shkollave, nesër është përballja e dytë midis 4 shkollave të tjera dhe vazhdojnë javën tjetër deri në konkursin final. Në konkursin final përsëri do të përballen 4 shkolla, prej cilave do të dalë njëra fituese. Ne zhvilluam edhe vitin e kaluar këtë konkurs, kemi një përvojë shumë të bukur nga viti i kaluar. Korça zuri një vend deri, vend të dytë në mos gaboj, në nivel kombëtar, kështu që si vjet duhet synojmë shumë më lart. Përmes kësaj nisme të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, nxënësit inkurajohen të zhvillojnë dhe të shprehin dashurinë e tyre për gjuhën shqipe. Është i vlefshëm pasi të rinj duhet të dinë të vlerësojnë gjuhën e tyre, duhet ta flasin bukur. Kemi punuar shumë fort, kemi filluar përgatitjes shumë kohë përpara, mendoj se të dalim. Sepse gjuha ka qenë dhe do të jetë gjithmonë një nga lëndët dhe gjëja më e bukur. Më zhdukur disi e vështirë, por për shkak se kemi mësuar dhe jemi përpjekur shumë, ja kemi dalë. Konkursi do të zhvillohet në nivele lokale dhe kombëtare, ku 16 ekipet më të mira do të përballen në gjysmëfinalet, të cilat do të transmetohen drejt për drejt në ekranin e radio televizionit publik shqiptar.